Allahu këtë gjë përmend në Kur'an. Kur flet për njërin për banorëve të xhenetit, se si shoqënia e tij tentonte që ta tërhiqte në rrugën e xhenemit. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka thënë: "El mar'u ala dini khalilihi", njeriu ka fenë të dashmit të tij. Pra nëse do me ditë një si është në fe dhe në besim, shif çfarë shoqënie ka. Kjo nuk do të thotë që njeriu të izolohet apo të shkëputet, por njeriu duhet të zgjedhë shok të mirë. Dhe shoqënia e mirë, kush konsiderohet ajo shoqënia e mirë, konsiderohet ajo shoqëri e cila kur ti e ke harruar Allahun të kujton, dhe kur ti je duke u marrë me Allahun të mbështet. Ajo shoqëni që të urdhon për të mirë, ndalon nga e keqja, të këshillon, interesohet për ty, interesohet për besimin tatë, interesohet për fenë tatë, interesohet për hallet e tuja, për sikletet e tuja. Kjo është shoqënia e mirë, kjo është shoqënia e mirë.